A ta bëjmë do të një zbërthim për ta kuptuar kështu hale do të edhe më mirë. A smurët trupi? Përgjigja është po. Deshte s'deshte, ligj. E ka krijuar Allahu që s'ke mundësi me kalu këtë jetë pa u goditur me smundje. A ndjen uri trupi jon? Përgjigja është po. A ndjen etje trupi ynë? Përgjigja është po. A lodhet trupi ynë? Përgjigja është po. A kemi nevojë që ne të zbukurohemi me teshat? Përgjigja është po, nga të ftoftit dhe nga të nxehtit. Mirë. Kur smurët trupi, ku e kërkon shërimin? E kërkon nga origjina e vetë krijimit anës fizike. E kërkon nga toka. Të gjitha barnat që ne do të i marrim për të shëruar janë nga toka. Kur unë dhe ti ndjejmë uri, qysh e shuajmë urinë? E shuajmë urinë nga të mirat dhe begatit pa numërta që gjenden në tokë. Kur unë dhe ti ndjejmë etje, si e shuajmë etjen? E shuajmë etjen nga toka, sepse uji i buron nga lumejt e tokës. Ose unë dhe ti, kur të lodhemi pas punës së gjatë 8 orë, ku pushojmë? Pushojmë në tokë. Pushojmë në tokë. Shtrohet pyetja, shpirti i njeriut, a smurët? Përgjigja është po. A lodhet? Përgjigja është po. A ndjen uri dhe etja? Përgjigja është po. Ku e kërkon tash për ta kërkuar, a thu, shpirti i njeriut dhe zemra e njeriut? A ka mundësi do të ushqehet me begatitë e tokës? Përgjigja është 1000 herë jo. 1000 herë jo. Edhe këtë realitet e shef me sy, me 5 shqisat. E shef që një njeri apo e re, edhe pse ti mendon që është kulminacionin e mirëqenjes fizike dhe jo do të shpirtërore. Mendon që është në begatit e shumta të kësaj bote. Ai do të është 24 orë me të gjitha të mirat materiale që ndodh këtë botë. Me të gjitha të mirat. Kurse ai e ndëgjon një zë nga thellësia e qenjes së tij, duke i thënë, unë jam i uritur, unë jam i etur, ose unë jam duke jetuar një jetë të mirë, me bë të lumtur. Shtrohet pyetja, këtë zë të fuqishëm që nuk mundet me perceptu, apo nuk mundet me ndje se ka është duke ardhur, sepse ajo është me gjitha të mirat materiale. Do të nuk ka një të mirë përveç se ka do të para vetës. Kurse jeton jetë të mirë, shtrohet pyetja pse? Ky zë është nga thellësia e ndërgjegjes shpirtit dhe zemrës së tij. Edhe tash këtë rast, besimtari është ai, apo do të njeriu i suksesshëm është ai i cili nuk e harron asnjëherë ushqimin shpirtëror. Se përndryshe, ai është i dështuar dhe lumturinë kur nuk do ta shijaj. Shoqëro, citati kuranor do të sqaron do të mënyrën më të bukur, duke thënë: "Ela bi dhikrillah." Dhe në gjuhën arabe është interesant. Momenti kur vjen do të mef'ulu bihi, apo do të kundrinori vjen para foljes, jep do të një mesazh të fuqishëm, që do thotë që jep do diçka që është e kufizuar. Ela bi dhikrillah, më të vërtet, me të përmendurit e Allahut Azza wa Jall, tatma'innul qulub, stabilizohen, qetësohen zemrat. Që do thotë që vetëm me ushqimin që ka emrin të përmendurit e Allahut Azza wa Jall dhe ajo që sillet rreth saj, nuk njeh tjetër ushqim shpirti dhe zemra e njeriut. Për këtë arsye do të në mënyrë figurative i dërguari i Allahut e ka sqaruar ku është dallimi mes atij i cili gjuha, zemra dhe mendja e tij e përmend Allahun Azza wa Jall vazhdimisht, krijuesin e 7 qeve, dhe atij i cili është i shkujdesur, nuk e përmend. E ka specifiku dhe e ka sqaruar duke thënë kel hayyi wal mayyit, sikur se me qenë një i gjallë dhe i vdekur. Pse? Pse shtrohet pyetja? Për arsye se zemra jote, zemra ime dhe zemra e 7 miliardëve që jetojnë do të thonë mbi sipërfaqen e tokës, nuk kanë mundësi asnjëherë me ushqy zemrën e tyreve dhe shpirtin e tyreve me asgjë tjetër përveç se me ushqimin që ka emrin dhikrullah, të përmendurit e Allahut Azza wa Jall dhe ajo që na ka urdhëruar dhe na ka ndaluar krijuesi Azza wa Jall.